Para se të ndajemi do të shkojmë drejt për së drejti në këto momente, ndjekim fjalën e zonjës Bregu në shkollën verore ku flitet pra për integrimin. Ti jepni në të mendin kohë për të bindur shqiptarët se sa më e madhe tjetë armiqësia mes kundërshtarëve politik, aq më e suksesshme quhet edhe karriera politike. Jemi munduar që të mbjellim këto vite një atmosferë bashkëpunimi, dëshire për të shkëmbyer ide, për të formuluar sugjerime konkrete, por rrugën tonë të gjatë edhe kacavjerse për të bërë europian. Sot, ndërsa jam shumë e kënaqur që ja dolëm të organizojmë raundin e dytë të shkollës verore europiane, iniciuar pikërisht një vit më parë, nga ky këshill, më vjen keq në fakt për gjithë ata që nuk u përfshin dot pasi numri papritshmërisht i lartë i aplikimeve dhe limiti i pranimeve nuk na dhan mundësi të akomodonim më shumë pjesëmarrës. Dhe jam merak ose e thon pak më troç, kam frikë se mos tundimi për sherrnaj politike do ta kthejë nesër edhe këtë forum në një kopshtije ku të lulëzojnë vetëm rropullit dhe përçmimi i ndërsjell. Shpresoj dhe uroj fort që kjo të mos ndodhë, që kjo iniciativë nisur nga Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, pavarësisht emrave të përveçëm që e drejtuan atë, të mos ndëshkohet, por të vazhdoj edhe në legislaturën që do të nisë pas pak ditësh. Konrad Adenauer thoshte: "Ka mënyra të panumërta për t'i bërë gjërat gabim, por ka vetëm një për t'i bërë mirë." Dhe unë besoj këtë. Ka patur pafundësisht gabime në këtë rrugtim, fatalizma, vonesa historike, edhe pse jo për fajin e brezit tim, shumë kohë ka rrjedhur trishtueshëm për shqiptarët gjatë rendjes në pikëmbërritjen e tyre të pashmangshme Europë. Ky fillim shtatori nuk ka rutinën e shumë të parangjashme të tij për mua. Ndërkohë që parlamenti po fillon sesionin e ri, unë po mbyll marrëdhëniet disa vjeçare me të. E di se në histori dhe në politik asgjë nuk mbaron pa një alternativë. Dhe më lejoni 2 minuta për ta sqaruar edhe një herë këtë ndjesi. Nga marsi i vitit 2007 deri në shtator të 2013-s, mu besua detyra e lartë dhe e vështirë e nxitjes dhe koordinimit të gjitha përpjekjeve për afrimin e Shqipërisë me Europën. E mora përsipër këtë detyrë ngërthyer paksa dhe nga frika se mund dështoja, sepse e njeh aq pak procesin, sa mjaftonte për të më tërhequr, por edhe tepronte për të më trembur. Investova në të çdo ditë kalendarit të më shumë se 6 viteve, me gjithë forcën e pasionit, përkushtimit dhe përgjegjshmërisë time. Këtu në fakt nuk dështova. Gjithçka u bë sigurisht edhe fal shumë të tjerëve, të cilëve sot edhe më tej në kohë, sa herë ta sill rasti të flas për këtë, u detyroj mirënjohjen time të sinqertë. Fal të gjithë atyre që kanë punuar për orë pafund ditë e net ku gdhieshin mes letrave, nuk u ndjeva asnjëherë vetëm dhe dola nga ajo eksperiencë e papërsëritshme, më e ditur, më e matur, por sigurisht edhe më e rritur. Dola mbi të gjitha më e vetëdijshme për fuqinë shtytëse apo frenuese dhe shkatruese të politikës mbi secilin prej nesh dhe mbi jetën dhe fatet tona gjithashtu. Në opozitë pavarësisht mungesës së forcës së pushtetit, por me një qartësi më të madhe mbi dëmin që u bën shqiptarëve ligësia për të përmbysur çdo arritje të ngrehinës tonë shtet kur ndrohet pushteti, mu desh që të bëja një tjetër betejë, me veten. Për të mos u llafaqitur as me besim të verbër se e mira dhe e keqja në Shqipëri ndahen si mbaskave politik, as me naivitetin se kjo do të kalonte pa bezdine për plasjeve apo orgjinë e shfrenuar të sulmeve nga ata që janë kontributor të përhershëm në shkretimin e besimit tek politika. U mundova të kuptoja dhe pastaj të flisja se çfarë nuk shkon me këtë stilin me cilën brezi im po bënte politik. Nuk jemi as arkaik, as më të pazotës të ngjashmit tanë europian, por gabuar qofsha nuk jemi edukuar për të qenë të lirë dhe për ta respektuar lirinë. Ajo që ishte ëndra më sublime e shqiptarëve të jetojnë dhe bashkëveprojnë me njerëz të lirë, për disa u kthye në maktin e tyre më të madh. Se ç'ndodhi në vijim e din të gjithë. Unë pagova çmimin e respektit ndaj vetes, pse thash ca të vërteta të cilat fatkeqësisht vazhdojnë të mbeten edhe sot përsëri të vërteta. Ka njerëz që e kalojnë gjithë jetën duke luajtur symbyllazi me shpirtin e tyre dhe përdorin gjithë marifetet e mundshme për të mashtruar veten në atë lojë ku janë përfshirë. As realiteti dhe as e vërteta nuk depërton dot brenda tyre, por pluskon duke u lënë mendjen të ankoruar në hiçgjë. Janë njerëz cilët janë mësuar që veten ta kërkojnë ndër të tjerë. Dhe fatkeqësisht këta janë e keqja që nuk mundet dot kollaj. Janë banaliteti dhe rreziku më i madh i politikës shqiptare sot. Në këtë betejë mes vetes, me instinkte dhe pikpamje të ndryshme nga ca të tjerë, dështova.
E them këtë fare i qetë pasi nuk kam luksin të mendoj se kur nuk fiton një betejë, qoftë ajo dhe për ta bërë më të mirë shpinën tënde politike, quhet fitore. Por unë nuk di të ketë standard tjetër për të vënë provë dinjitetin, përveç se të jesh vetja dhe i vërtet. Shumë gazetarë më kanë pyetur javës që shkoi për një përfolje publike, në fakt nuk ishte e vetmja, për përfshirje time në qeverinë e sotme, për shkrijen e Ministrisë së Integrimit dhe kështu me radhë. Në fakt, jam lodhur duke përgënjeshtruar lajme dhe sajesa gjatë gjithë këtyre viteve. Burimin e cilave e gjen fare lehtë, mjafton që të lexosh në një trollak krishtar, që edhe pse ka bler një mandat parlamentari, e nis punën si shërbëtor. Mua nuk më duhet që t'jenë gjithë qetë, as t'jem parlament dhe as t'jem qeveri për të qenë shqiptar. Tashmë e kam detyrim të fatit dhe identitetit tim politik që kudo t'jem të përpiqem po njësoj për të afruar datën e antarësimit të Shqipërisë në Europë. Mbase dhe 100 herë më shumë se çdo punonjës i administratës që ka punuar qoftë edhe një ditë të vetme në këtë proces. Mbase dhe 1000 herë më shumë se sa ministrat aktual. Më takon si një nga ministrat e qeverisë që ndezi dritën e kësaj rruge zhytur në terr, derisa e çoi Shqipërinë pranë pikës më kyçe të këtij procesi, atë të marrjes së statusit të vendit kandidat, që vetëm si datë rastisi të jetë guri i parë kilometrik për qeverinë e re. Është bërë shumë deri sot dhe aq shumë sa askush nuk duhet ketë më paftyrsinë për të çuar dëm një rrugtim të tërë dhe për të krijuar një absurditet të tillë politik ku integrimi të nderet si një ide ende në kërkim të realitetit. Në emër të kësaj bindje dhe dëshire nuk u fsheha as pas gërmave dhe as kam patur ndonjë hije dyshimi për rëndësinë e reformës në drejtësi. Dhe sot jam krenare, më krenare se asnjëherë në fakt, se për gjithçka që bëra si deputete opozitës në parlament, aty ku s'ndjej asnjë mision tjetër më të madh se sa ai për të qenë ku janë shqiptarët, qytetarët që mbesuan me votën e tyre, nuk kam gënjur veten. Kam një falënderim me gjithë zemër, dhe jo kështu se duhet të thënë, por se vërtet e ndjej me gjithë zemër, për gjithë ata që më zgjodhën për t'i përfaqësuar kur isha dikush për këmënjite, por as kushin politik. Nuk do t'u harroj asnjëherë që më çuan në parlament atëherë kur vendimi im për angazhimin në politikë ishte shumë më i brisht se sa besimi që ata më dhanë me votën e tyre. Falënderimet për zemërta sot kam për Romana Vlautin, ambasadoren e Bashkimit Evropian Tiranë, me cilën kam darë me entuziazëm dhe shqetësim, por edhe me nerv grash po doni, besimin se Shqipëria është një vend me identitet të qartë europian dhe çdo tentativë për ta bllokuar apo vonuar reformimin tonë së brendshmi është e pafalshme, pavarësisht se prej kujt kahu politik vjen. Sigurisht që ne mendojmë se kjo më së shumti vjen nga burrat. Falënderimet e mia të sinqerta shkojnë për punën dhe për kushtimin e gjithë atyre që besuan në këtë përpjekje, për partnerët të cilët e mbështetën këtë shkollë. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Fondacioni Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë dhe Fondacioni Friedrich Ebert, pa cilët kjo shkollë nuk do të kishte qenë e mundur. Një falënderim për gjithë stafin e parlamentit, i cili u angazhua dhe në ditët e gjata të verës, dhe sidomos për sekretariatin e Këshillit Kombëtar Evropian, për të bërë të mundur që ne sot të hapnim raundin e dytë të kësaj shkolle. Por, faleminderit të gjithëve që mendojnë se ndërtimi i institucioneve dhe kapitali i duhur njerëzor ecin paralelisht dhe duhet sinkronizohen me kujdes, dhe se sot Shqipëria ka mjaftueshëm ekspertizë lokale për të realizuar këtë. Duhen vetëm respektuar dhe besuar. Faleminderit edhe medias, atyre që janë dëshmitar in persona të fjalive të plota thënë në këto takime dhe në gjitha daljet e mia publike, para se fjalit përfundonin me tituj sensacional dhe pa kuptim nga njëherë në për portale. Keqardhje edhe për ata që me dëshirë të madhe më kanë kuptuar aq mirë sa ka vendosur të mos ma falin këtë. Dhe së fundmi, më lejoni t'ju uroj suksese kujdo që do të më zëvendësoj në këtë këshill dhe në Komision të Integrimit Evropian. Shpresoj të ketë personalitetin e talentin për ta çuar edhe më përpara këtë rrugtim. Sepse, siç thot Mitat Frashëri, njerëzit e një kombi janë solidar. E mira dhe lumturia jote janë dhe të mijat. Fatkeqësia jote është dhe për mua, nderi yt më nderon mua dhe turpi yt e nxin dhe faqen time. Faleminderit dhe suksese të gjithëve. Romana? Thank you. Mirëmëngjes.